dispozitat e kundërvaqjes. Gjob në vlerë prej 10.000 deri 20.000 euro në kundërvlerë në denar për kundërvaqje do të shqiptohet organeve të pushtetit shtetëror, institucioneve, ndërsa gjob në vlerë prej 3.000 deri në 6.000 euro në kundërvlerë në denar do të shqiptohet personit zyrtar dhe personit përgjegjës nga paragrafi 1 në këtë rast që rregullon këtë çështje. Domethënë kemi dy nivele. E para është Inspektorati Shtetëror i Punës dhe e dyta është kundërvaqja. Qëllimi i ligjit është eliminimi i diskriminimit. Qëllimi i ligjit është që përkatësia etnike e shqiptarëve, turqëve, romëve, e maqedonëve mos jetë pengesë për realizimin e të drejtës punës. Mos jetë pengesë. Ka ligji të përshkruar kritere dhe potencova Inspektorati Shtetëror i Punës nëse konstaton se është realizuar shpallja publike në kundërshtim me kriteret krejt shqiptar me u punësu, hipotetikisht po flas, Inspektorati Shtetëror i Punës ka drejt t'ja anulloj konkursin publik.